Falenderimet, lavdërimet, lartësimet e takon vetëm atij Allahu fuqiplot. Atë e falenderojmë, lavdërojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat Allahu sunduesi qësisë ne ka dhënë. Dërgojmë selam dhe selawat për pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjitha të cilat e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ne atij Allahu fuqiplot jemi falendërues për shumë begati dhe mirësi të cilat ne i dimë dhe nuk i dimë. Shpeshherë ne nuk dim t'i vlerësojmë, shpeshherë ne nuk i vërejmë begatitë si që shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe është udhëzimi. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ai Allahu fuqiplot neve na bërin nga ato të dalluarit që ne sot e jemi në këtë moment në shtëpinë e tij. Dhe kjo është begati dhe mirësia Allahu fuqiplot. Por para mendoni të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ne kemi filluar veç 2 hutbe, 2 ligjërata javore që të flasim rreth moralit, edebit, ahlakut. Dhe ne do vazhdojmë inshallah me lejen e tij që ta përsosim moralin, ahlakun, edebin ton. Dhe ne ti kërkojmë të metat nga morali ynë dhe ne ti përmisojmë nga të metat i bëjmë nga negative në ato të pozitive, nga të këqija i bëjmë të mira, ta hieshojmë moralin, edebin, ahlakun, krijimin ton. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, njëra nga mëkatet më të mëdha, njëra nga gjunahet më të mëdha e cila është bërë mëdomos normale në shoqërinë tonë. Mëdomos është bërë diçka se pa atë nuk mundet. Është bërë diçka që ne për fat të keq në çdo ndjenjë tonë, në çdo mëxhelis tonë, dhe për fat të keq tjetër që mëxhelisë ndjenjat tona janë të bërë të rralla, duke ditur se Allahu fuqiplot neve na obligoi, ku dhe shpeshherë në Kur'anin famlar thotë, me njëherë mbas besimit, amenu, besoni në Allahun të vetmin Zot. Dhe me njëherë pas këtij besimi thot, ruani lidhjet farefisnore. Jemi të obliguar, e kemi imperativ që t'i ruajmë lidhjet farefisnore. Kushërini i mirë apo i keq, prindëri i mirë apo i keq, ne jemi të obliguar që t'i ruajmë lidhjet farefisnore. Por, në ato ndjenjë të rralla dhe të dobëta, në ato mëxhelise, ne nuk kalon një komunikim, një muhabet, në një ndjenjë, ku ne nuk do flasim për tjetrin, ku ne nuk do bëjmë çka? Gibet. Ku ne nuk do shpifim për atë tjetrin. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, nga mëkatet më të mëdha është ajo, shpifja. Para mendone ku Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar, në Kur'anin fisnik, në fjalën e tij, me të lartë, me të ndershëm, me të dobishëm për ne, thot, në kuptim të lirë, në përkthim të lirë thot, ato të cilët shpifin dhe bëjnë gibet, janë sikur ato të cilët e hajnë mishin e vllaut të vdekur. Para mendoje, ka vdek vllau dhe ti apo motra ti han mishin e të vdekurit, më të afërtit tënd. Dhe në atë grad, në atë nivel, në atë drejtë është gibeti, edhe shpifja. Para më të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ku shpesh he në komunikimet tona, ai ka vjedhur, ai është hajn, ai është vjedhës. Por, a ke ti argumente se ai ka vjedhur? Jo. Në qoftë se ti nuk ke argumente, ti ke shpifur për vllaun tënd. Por, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, ja Rasulullah, a është gibet kur ne jemi duke folur për njërin i cili nuk është në praninë tonë, por nuk e ka atë veti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është gibet në qoftë se ai nuk është në praninë tonë. Ja përmenden diçka e cila është e mangët, por ai nuk e ka atë, ai është shpifje. Por, në qoftë se ai nuk është në praninë tonë dhe e përmenden një të keqe, një të padashur, një të padur, një gjë të cilën ai nuk e ka për qejf, nuk e dëshiron ta përmendesh, kjo është gibet. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, nuk është e duhur, nuk është nga besimtari, nga krijesa e Allahut fuqiplot, që ne të flasi për një njeri, një person, një krijesë e Allahut, e cila nuk është në praninë tonë. Mëdomos nuk është e duhur që ne të flasim për vllaun ton, i cili nuk don që të flitet keq për të.
Nuk don që të flitet diçka e cila nuk e ka hije. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati. Me do e mos Islami erdhi që të na i përsosi jetët tona. Me do e mos Islami erdhi që t'i rregulloj jetët tona, jo për të na çrregulluar, për të na i rregulluar, për të na i sistemuar jetët tona, për të na i zbukuruar, për të na i përsosur jetët dhe me do e mos moralin ton. Të nderuar vëllezër dhe të nderuar xhamati, paramendojnë ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, ku ato shpifen për Musain alayhi salatu wassalam në çdo formë. Po për njëra nga më e famshme ishte që thonin se Musai kishte të meta në trupin e tij. Për arsye se në atë kohë ishte normale, ishte diçka reale që ato të lahen, të pasrohen, të zhveshur, të shohin njëri tjetrin të zhveshur. Në Islam ishte pa normale, jo reale, e pa ndershme, jo e bukur, jo e duhur. Dhe për atë arsye Islami erdhi që të na i rregullojë sistemoj jetën tonë. Dhe Musai alayhi salatu wassalam u pastronte lahte në vete. Dhe paramendojnë të ndershëm vëllezër të dashur xhamati, ku ato shpifnin për Musain alayhi salatu wassalam, po për Allahu fuqi plot na ka treguar, na ka këshilluar, edukuar se çdo mëkat, çdo gjëna neve do të na kapëloj. Paramendojnë ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon dhe thot, Allahu fuqi plot e dha që Musai alayhi salatu wassalam ku shkoi të pastrohet, të lahet, e vendosi rrobat e tij te guri, dhe guri filloi të ecë, të vraponte. Vrapoi Musa mbas gurit i tha, o gur ndalu se rroba ime është tek ti. O gur ndalu, rroba është ime tek ti. Dhe nuk u ndal guri, Benu Israilet e shohën Musa alayhi salatu wassalam dhe thanë se ky nuk ka të meta. Po për ato e morën gjënaj me katin e shpifjes. Të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, paramendoni ku Musa ku pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe përfundon shkoi në Isra dhe Mi'raj. Dhe e shikoi xhennetin dhe xhehenemin dhe e pasën në xhehenem banorët më të shumt ishin femrat, gratë. Po për edhe tregoi arsyen dhe pse, për arsye të çkahit, të gjuhës, të gibetit. Ku pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë tha shokëve të tij, a doni t'ju tregoj se e cila është copa e mishit në trupin e njeriut me të cilën mund ta fitosh xhennetin apo xhehenemin? E pyetën, ja Rasulullah, na trego. Me korreshte të madhe, ajo është gjuha. Një copë e vogël e mishit me të cilën ne mund ta fitojmë xhennetin apo xhehenemin. Dhe për atë arsye të ndershëm vëllezër, të dashur xhamati, ne lutim atë Allahun fuqi plot që të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim atë Allahun fuqi plot që ne të ruajmë gjuhët tona, të ruajmë veprat tona, të ruajmë lidhjet farefisnore, të ruajmë lidhjet ndërnjerëzore. Lutim atë Allahun fuqi plot që siç na ka bashkuar sot në këtë vend të bekuar, në këtë ditë të bekuar, të na bashkon në gradë më të larta të xhennetit.